Se ju që i nga zërima? Ti thoshe këta vinë vetëm për zonjën, po si jo për babaj. Se kana, me shëndet. Fëmis ti sillin dollë, po dhurata ti sillin. Zhveni, si kana? Me shëndet. Jo me të shasha. Se në sillin dhurata, fjalë të bukura. Dhe bejnë që kjo ditë Se priste të ndaj, ne po bëshim gati të dilni, nuk e dinim. E po prandaj, ne na tha në nxitoni. Prandaj po vinë herë. Mirë, ulloni. Po ulem dhe unë pranix. Ne ullem. Do dilni me sonjën, tani ndo një drejt. Do dilni. Shumë mirë, se kur nuk ndove fëmijët. Të shikosh si mirë zonjën, jo thash unë e me kaluar. Fëmijët mjafton të jenë mirë, por që do shikoni njëri tjetrin. Se janë të lambuar të gjithë. Thanë që po ta bëjmë ty e babit, po se dinim, prap dinim gjë. Prap nuk është se ju Të thamë. dilnim, E po prandaj ne na thanë në nxitoni. kur pashun makinën që qëndrovi atje e pash këta. Dhe the po vina. Pash. Këtere, kush e ka bërë porosinë? Falenderit shumë me fëmijëve, Me shumë kënaqësi vim, ne? Ju luajtët edhe qofshin mirë o Zot, Kudo që t'i t'jeni. mbrapa, vetëm këtë do. Ajo është, nëse janë fëmijët mirë, prindrit janë mirë. Pa lot gëzimi kështu le të kemi Ashtu, gjithmonë. lot apo gëzimi nuk le është të kështu? kemi, ashtu është. Si porosi kush e ka bërë, mendoni? Po e di. Se pavarësisht që futen të gjithë fëmijët, bëjnë bashkë me urimet e tyre. Komplet fëmijët do të kenë bërë, besoj. Po, e dim ne ajo e vogla i bën këto punë. Se jemi rreth me ne. Në të vërtetë janë bashkuar të gjithë fëmijët. Ju keni një djalë dhe dy vajza? Tre vajza kemi. 3 vajza dhe një Djalë. djalë, 4 fëmijë po, 4 fëmijë. Nipër dhe mbesa? Nëntë e thamë Plot. Një nipë kemi e te Një nipe, se shikoj këtu që thot nga nipi. Eshte- Do me thënë e keni me kjetë, vetëm një nipje. Ai është mbreti i tej të këtyre. Tamam, i tërmbeskave, i drejton. Sa bukur. I faleminderit fëmijëve që kanë bërë këtë. Të lutë dobja. Një kartolinë urimi e vendosur në kornizë, na u tha ta vendosmi në kornizë, në mënyrë që të jetoj sa më gjatë ky kujtim. Edhe një orkide, është lule që jetojnë gjatë, jo si i buqeta që jetojnë në 10 ditë apo 2 javë dhe thahen. Gjithashtu u kujdesën shumë edhe për të sjellë një tortë me lakta, me shkrimi I babi edhe faleminderit një fëmijëve që kanë bërë këtë sakrificë. Vërtet fëmijët pavarësisht se janë larg mendojnë. Mendojnë dhe zemra dhe mendja e tyre janë këtu sot padyshim, te prindrit, pavarësisht pamundësisë për të qenë këtu. Më dëgjoni pak. Ashtu erdhi koha. Ashtu erdhi koha, vërtet. Për të Për të tërë. gjithë, jo vetëm për disa, për të gjithë pothuajse. Rallë ka që i kanë në kendit e mine është Të rallë. po le dinë mirë. Le të Gjithsesi mirë, dinë vetëm mirë. mirë, të unë dëgjojnë zënë e mirë. Ajo është. Gëzuar ditëlindjen, babi ju një dashur. Nuk është e lehtë të gjejmë fjalët e dukura për ty, sepse ajo që ndjejmë është shumë më e madhe se çdo ska. Ndurova. Ti je ai që ka qenë gjithmonë aty, pa bërë zhurmë, pa kërkuar asgjë në këmbim. Na ke rritur me dashuri, me durim dhe me një mirësi që e ndjejmë çdo ditë. Na kujtohet si sot, kur na zgjoje, kur vije në shtëpi, pas pune dhe na thoje që na kishe sill bukë lepurushi, me të cilën nën kuptoje çdo gjë të mirë dhe të shijshme. Prindrit, pa diskutim, që janë gjëja më e çmuar që mund të kenë fëmijët, të urojmë shëndet dhe mbi të gjitha, qetësi në shpirt dhe sa më shumë momente të lumtura me ne fëmijët, nipin dhe mbesat. Zoti ju ruajtë së bashku me mamin dhe ju lënë të gjithmonë njëri tjetrin pranë. Faleminderit që na gjendeni në çdo situatë, edhe tani që në fakt i jeni ju që keni më shumë nevojë për ne. Të duam pafundësisht babushi, nga fëmijët. Nga shumë faleminderit. Është një Zoti vetëm mirësi u dhe në atyre. Qenë Edhe mirë, ju faleminderit për edhe ju e shumë faleminderit. Ju falenderoj, është kënaqësia jonë. Ajo që më ra në sy është një dedikim shumë i bukur. Unë zakonisht i rregulloj ndonjë gjë që nuk shkon, por le ta themi që nuk kemi ndryshuar as edhe një resht asgjë nga dedikimi, nga kujtimet, nga themjet. Vërtet themje të bukura që i kanë përjetuar fëmijët. Le të ngjelet një kujtim i bukur ta gëzoni, po përveç këtyre të gjithave,
Ja t'ja jap zonjës këta kambaje, të dora. Kemi dhe diçka tjetër, nuk është se u mjaftuar me kaq. Do thënë me juve çfarë? A do dilni t'ju të anit një drejtje? Kanë menduar fëmijë. Plot 100.000 lekë për të ngrënë një drejke bashkë. Dhe t'ju urojnë qindra vite të jeni së bashku, që t'i gëzojni fëmijëve le ta themi. Faleminderit. Gëzime paçi për erë dhe fëmijët të keni mirë Kërë kudo nuk që nuk jeni. duron, Ej, durova, nuk. po këtë s'ashtu. Prapë edhe ti sit me lot, pavarësisht se gëtejt në është njeriu që Faleminderit fëmijëve juve që sakrifikuan qartë këtu. Faleminderit. Faleminderit. Një përqafim se kur fëmijët jenë këtu, jetë dhe shëndet, edhe në qimë, Faleminderit, shumë Gjithë të faleminderit. E ju gjithë të mirë, vetë të mira paqen. Faleminderit. Tani kemi dhe këngë, se jo vetëm do qaj, më do gëzojnë, apo nuk është kështu. Në s'ka gjë mbale. E s'ka gjë, ose e lëshoj që të rije. Po e vendas këto. Kjo është edhe për në... Ja, po e është e pak. Edhe për në murë, edhe në tavolin, ku të doni ju. Lere me atë kornisa. Ku ta keni më përballë që t'i kujtoni fëmijët. Këtë erën e ndrojmë rolet. Nuk do këndosh ti, po do të këndoj bashkëshortja bashkë me mua. Se fëmijët janë në përpunët, do t'a shoj videon pak më po. Se është dhe shpejt. E të dalë fotografi mirë. S'ka që. Lodhëzimive t'ki gjithmonë. Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për babushin, shumërime për ty. Na mendoj një dëshirë të bukur, si mendojnë prindrit. Faleminderit. Dhe kry i familje. Urime, jetë dhe shëndet. Edhe 100 vite e gëzot. Dashuri vetëm për fëmijë. Jetë dhe shëndet familje. Dashuria për ata s'mbaron kurrë, edhe po të vdesin, Dhe unë e them gjithmonë, në tre. le të themi gjithmonë që është një dashuri e ndërsjellë, se vërtet edhe fëmijët po këtë dashuri. Mbyllin sytë në darkë, jam në erbejtë. Dhe mbyllin sytë në darkë dhe thonë si janë prindrit, si do gdhije. Këtë bëjmë dhe ne si fëmijët për Jemi prindrit. të gëdhije në shëndoshë mirë, lutemi. Tamam. Është ai bekimi i prindrit që e shoqëron fëmijën gjithandaj. Jetë dhe shëndet, kënaqësi që sjell urime të bukura dhe pse jo t'ju vik për 100 vjetor. Dumë ne që kemi ta fëmijë, kaq të mirë. Kaq të edukuar dhe të dashur. Kemi. Dhe mua më kanë bërë përshtypje kur fola. Vërtet janë shumë të veçantë, i bashkë me jetë. Kalofshi bukur edhe aty ku do shkoj, jetë dhe shëndet.